Një tjetër moment tensioni është regjistruar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku këtë herë në qendër të vëmendjes kanë qenë Gimbor dhe Selina. Gjatë një bisede të gjatë mes tyre, Gimbor ka bërë deklarata shumë të forta për Mirin, duke e kritikuar ashpërsjelljen e tij dhe duke kërkuar që ai të largohet nga shtëpia. Biseda nisi në një moment të qetë, teksa Selina dhe Gimbor po diskutonin për situatat e fundit që kanë ndodhur mes banorëve dhe tensionet që janë krijuar në shtëpi. Gjatë kësaj bisede, Gimbor u shpreh hapur se sipas tij, Miri është një person me sjellje të papranueshme dhe e përshkroi atë si manjak, duke theksuar se sjellja e tij shpesh kalon çdo kufi. Ai tha se Miri nuk ka treguar respekt ndaj banorëve të tjerë dhe se veprimet e tij kanë krijuar vazhdimisht konflikte dhe situata të pakëndshme brenda shtëpisë. Sipas Gimbos, mënyra si Miri sillet me njerëzit rreth tij tregon mungesë respekti dhe një karakter të vështirë për t'u pranuar. Gjatë fjalës së tij, Gimbor theksoi se në një format si Big Brother, ku bashkëjetesa dhe respekti janë shumë të rëndësishme, sjellje të tilla nuk duhet të tolerohen. Ai shtoi se sipas mendimit të tij, Miri meriton të dalë nga shtëpia sepse nuk po kontribuon pozitivisht në ambientin e përbashkët. Selina e dëgjoi me vëmendje atë që po thoshte Gimbor dhe në disa momente u duk se ishte dakord me disa nga vlerësimet e tij. Ajo u shpreh se edhe ajo ka pasur përplasje me Mirin dhe se marrëdhënia mes tyre ka qenë shpesh e tensionuar. Megjithatë, ajo theksoi se çdo situatë duhet parë me kujdes dhe se ndonjëherë konfliktet lindin edhe nga keqkuptime. Gimbor vazhdoi duke shpjeguar se nuk bëhet fjalë vetëm për një incident të vetëm, por për një sjellje të përsëritur që sipas tij ka ndikuar negativisht në atmosferën e shtëpisë. Ai tha se shpesh Miri përfshihet në debate të panevojshme, krijon tension dhe nuk përpiqet të qetësojë situatat, por përkundrazi i përkeqëson ato. Sipas tij, një konkurrent duhet të tregojë maturi, respekt dhe vetkontroll, ndërsa ai mendon se Miri nuk i ka treguar këto cilësi. Ai shtoi se publiku duhet të shohë me kujdes sjelljen e tij dhe të vendosë nëse ai meriton të vazhdojë garën. Biseda mes tyre u bë edhe më serioze kur Gimbor u shpreh se ndonjëherë ndihet i shqetësuar nga mënyra si Miri reagon në situata të caktuara. Ai tha se tensionet e vazhdueshme ndikojnë jo vetëm te banorët, por edhe te atmosfera e përgjithshme e lojës. Selina nga ana e saj u shpreh se situatat në shtëpi janë shumë intensive dhe se presioni i izolimit ndikon te të gjithë banorët. Ajo tha se ndonjëherë njerëzit reagonin ndryshe nga sa do të reagonin jashtë shtëpisë, por pranoi se respekti duhet të jetë gjithmonë prioritet. Gimbor theksoi se nuk ka asgjë personale, por thjesht po shpreh mendimin e tij për atë që shet çdo ditë brenda shtëpisë. Ai shtoi se për të është e rëndësishme që ambienti të jetë i qetë dhe i respektueshëm për të gjithë dhe se çdo sjellje që prish këtë balans duhet të merret seriozisht. Kjo bisedë ka ngjallur diskutime edhe mes banorëve të tjerë, të cilët kanë filluar të komentojnë deklaratat e forta të Gimbos për Mirin. Disa prej tyre mendojnë se ai ka të drejtë në shqetësimet e tij, ndërsa të tjerë besojnë se situatat brenda shtëpisë janë më komplekse dhe nuk duhet të gjykohen kaq ashpër. Ndërkohë, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten dhe çdo deklaratë e tillë shton më shumë dramë në rrjedhën e lojës. Ndetet për të parë nëse kjo situatë do të sjellë përplasje të reja mes banorëve apo nëse marrëdhëniet mes tyre do të ndryshojnë në ditët në vazhdim. Një gjë është e sigurt, debatet, përplasjet dhe opinionet e forta vazhdojnë të jenë pjesë e përditshme e jetës në shtëpi, duke e bërë garën gjithnjë e më të tensionuar dhe të paparashikueshme për të gjithë konkurrentët.